Projekti rritja ndërgjegjësimit dhe besimit në institucionet e drejtësisë në Kosovë ishte një iniciativë 3 vjeçare, zbatuar nga Lëvizja Pol në partneritet me Qendrën për Studime të Avancuara dhe e cila ishte mbështetur nga Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Qëllimi kryesor i projektit ishte forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë përmes promovimit të transparencës, rritjes së llogaridhënies dhe fuqizimit të shoqërisë civile dhe qytetarëve për të kontribuar në mënyrë aktive në reformat në sektorin e drejtësisë. Gjatë zbatimit të këtij projekti, ne jemi fokusuar në 3 shtylla kryesore: monitorim, avokim dhe ndërtim kapacitetesh, duke arritur këto rezultate. Forcuam mbikëqyrja e shoqërisë civile përmes monitorimit të rregullt të punës së Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, me fokus në transparencën, efikasitetin e takimeve, respektimin e afateve ligjore dhe angazhimin e anëtarëve. U publikuan gjetje dhe rekomandime të bazuara në prova, të orientuara drejt adresimit të sfidave sistematike, përmirësimit të praktikave institucionale dhe forcimit të mekanizmave të llogaridhënies dhe mbikëqyrjes brenda institucioneve të drejtësisë, me tekst të veçantë në KGK dhe KPK. Po ashtu është rritqasja në drejtësi për qytetarët me fokus të veçantë tek të rinjt, përmes hartimit dhe shpërndarjes së një udhëzuesi praktik mbi të drejtat ligjore dhe procedurat gjyqësore, si dhe përmes organizimit të diskutimeve publike në komuna me gjyqtar dhe prokuror. Përmes aktiviteteve avokuese, projekti kontribuoi në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies duke nxitur publikimin e vendimeve disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve në faqe të zyrtare të institucioneve përkatëse, me qëllim forcimin e besimit dhe mbikëqyrjes publike. Vlen theksohet se tek KPK-ja ende kemi ngecin këtë drejtim, mirë po pas një ankese që kishim drejtuar në Agjencinë për Informim dhe Privatësi, tashmë ato nuk mund të quhen konfidenciale, siç janë quajtur në fillim, dhe mund t'i marrim përmes kërkesës përqasje. Është lehtësuar informimi i qytetarëve mbi procedurat e ankesat disiplinore duke sqaruar përgjegjësitë institucionale dhe duke ofruar udhëzime praktike për paraqitjen e ankesave ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Po ashtu ndërtuan kapacitete në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit përmes kurseve falas të trajnimit online për zyrtar publik dhe të rinj, të cilët trajtuan mekanizmin e sinjalizimit dhe mbrojtjes konfliktit e interesit, transparencën dhe llogaridhëniet në reformat në këtë fushë. Po ashtu organizuan konferenca dhe ngjarje publike që mbledhen së bashku përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, Ministrisë Drejtësisë, Zyrës së Avokatit të Popullit, Bashkimit Evropian, organizata të shoqërisë civile dhe ekspertë të pavarur. Projekti kontribuoi në fuqizimin e profesionistëve të ardhshëm ligjor përmes zbatimit të programeve jashtëshkollore, përfshirë punëtori, ligjërata dhe vizita studimore, me fokus në etikën profesionale, integritetin dhe zhvillimin e aftësive praktike. Thank you for that, and thank you for the very profound presentation of the project. It leaves to my part of the presentation to subscribe what was just told and to express my sincere thanks from our side for the work done. And what I would like to wish for the future is that we continue this fruitful cooperation and make the justice to be real-life phenomenon, not just a theory up in there. Thank you. FAL për 3 vite me radhë ka publikuar raporte të cilat kanë të bëjnë me monitorimin pra 2 këtyre këshillave, dhe nëse bëjmë një masë krahasimtare sot, duke qenë që është një konferencë përmbyllëse, dhe nëse bëjmë një analizim të gjeturave të raportit të vitit 2023, mund të themi që te Këshilli Gjyqësor i Kosovës kemi vritur përmirësim sa i përket publikimit sistematik të vendimeve, informacione të qarta në zbatimin e tyre, por te Këshilli Prokurorial i Kosovës kemi hasur që vazhdojnë të ketë probleme sa i përket kësaj performance. Se përket Këshillit Prokurorial të Kosovës, gjetjet e vitit 2024 tregojnë se sfidat e identifikuara në vitin 2023 vazhdojnë pothuajse të jenë të njëjtën formë. Publikimi i agjendave shpesh është i vënuar, respektimi i gjuhëve zyrtare mbetet pak problematik dhe numri i vendimeve të publikuara sa i përket rasteve disiplinore të prokurorëve mbetet i ulët. Kjo krijon një hendek të vazhdueshëm midis vendimarrjes institucionale, por një ashtu edhe informimit të qartë të publikut. Është e rëndësishme që transparenca mbi vendimarrjen institucionale është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe nuk duhet të reduktohet pra vetëm te transparenca në aspektin teknik, por duhet kemi një përmbajtje më substanciale të kësaj. FAL ka rekomanduar që
është shumë e rëndësishme që Këshilli Prokurorial i Kosovës të angazhohet më shumë në publikimin e vendimeve, duke marrë rast këtu edhe vendime disiplinore ndaj prokurorëve. E njëjta gjë ka vlerëtur edhe për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me qenë se ky këshill publikon vetëm vendime të cilat mirën për gjyqtarët, por jo edhe raportin në tërësi. Fal ashtu ka monitoruar edhe ankesa disiplinore që qytetarët ju kanë bërë këtyre dy këshillave në raport me gjyqtarët dhe prokurorët. Gjatë vitit 2024, KZK ka demonstruar një praktik të konsoliduar të transparencës në krahasim me vitin 2023, por duke publikuar vetëm vendimet për refuzim ose hedhjen e ankesave disiplinore nga autoritetet kompetente në seksionet përkatëse të gjykatave në webfaqet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në të kundërtën, Këshilli Prokurorial fatkeqësisht nuk ka njëtur të njëjtin model, duke vazhduar praktikën e mos publikimet të vendimeve tek autoriteteve kompetente. Siç e tha edhe zonja Demolli, për të nxjerrë të dhënat e raportit të vitit 2023, ne është dashur që përmes Agjencisë për Informim dhe Privatësi që të sigurojmë dhënat e Këshillit sa i përket kësaj çështje, duke qenë që ato janë konsideruar konfidenciale nga ana e KPK-s. Por e njëjta gjë nuk ka ndodhur në vitin 2024, folit ju ka mundësuar që përmes qasjes direkte tek Këshilli na janë ofruar gjitha vendimet disiplinore ndaj prokurorëve të vitit në vitin 2024. Për më tepër, kur flasim nëse marrim edhe analizojmë numra gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, qytetarët, personat fizik dhe juridik, kanë përjashtruar gjithsej 124 ankesa disiplinore ndaj gjyqtarëve të Republikës së Kosovës. 94% e këtyre ankesave, 117 në përgjithësi, janë refuzuar ose hedhur poshtë nga autoritetet kompetente të prokurorive dhe janë njësuar 9 kërkesa për fillim të heftimeve disiplinore nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Situata e njëjtë ankesave ishte edhe në vitin 2023, ku qytetarët kishin paraqitur 125 ankesa ndaj gjyqtarëve, 90% të cilave ishin refuzuar apo hedhur poshtë nga autoriteti kompetent. Gjatë vitit 2024, KZK ka marrë 9 vendime disiplinore, nga të cilat janë shqiptuar këto masa, të tilla si vrejtje publike me shkrem, vrejtje publike me shkrem, zvogëlimi i përkohshëm i pagës dhe lirim nga përgjegjësia. Duke pas që kemi qenë afër edhe kemi monitoruar gjatë gjithë kësaj kohe çështjen e vendimeve disiplinore, si fal kemi ardhur edhe në disa rekomandime të cilat besoj që lehtësojnë fillimisht qasjen e qytetarëve, por edhe të aktorëve të tjerë të cilët qoftë shoqërisë civile dhe aktorëve të tjerë në raport me ankesa disiplinore. Për ne është shumë e rëndësishme që Këshilli Prokurorial të vendosë formularin për paraqitjen e ankesave në një pjesë më të dukshme të webfaqes, me qenë se është shumë e vështirë që të arrihet edhe të ketë qasje në formular. Është e rëndësishme që të publikohen gjitha vendimet për refuzimin dhe hedhjen e ankesave disiplinore në faqe zyrtare të dy këshillave, dhe që kjo sigurisht do të ndihmojë direkt në ndërgjegjësimin e publikut dhe rritjen e besimit të qytetarëve në drejtësi. Është e rëndësishme që në baza të rregullave mujore, dy këshilla të informojnë qytetarët për të dhënat periodike për parashtrimin e ankesave disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Dhe është e rëndësishme që të respektohet në përpikëri afati prej 80 ditësh për trajtimin e ankesave disiplinore, si të njoftohen në kohë palët për vendimet e marra. Të shqiptohen masa më të ashpra disiplinore nga këshillat përkatës në rastet kur të njëjtat shqiptohen disa herë radhazi, po flasim për për sanksione që shqiptohen disa herë radhazi, meqenëse aktualisht nuk ka një mekanizëm të unifikuar dhe të standardizuar për të evidentuar ndëshkuar rastet kur shkeljet janë të përsëritura, dhe kjo vlen për dy këshilla. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka ndërtuar standarde, sidomos kohës së fundit, me qëllim të rritjes transparencës dhe besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë. Këto kanë bërë me qëllim që të garantohet një qasje e barabartë në drejtësi për të rritur besimin e publikut dhe për të forcuar përgjegjësinë në të gjitha nivelet e gjyqësorit. Pra, me qëllim të transparencës dhe llogaridhënies, Këshilli Gjyqësor mban takimet online përmes platformës zyrtare, ku të gjitha vendimet janë publike, përveç ato çështjet disiplinore. Po ashtu, Asambleja e Kryetarëve dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës organizon takime online, ndërsa përveç kësaj, kryetarët e gjykatave raportojnë në mënyrë periodike në Këshill lidhur me efikasitetin dhe performancën e gjykatave dhe zbatimin e planeve të punës të miratuara nga Këshilli. Në fillim të këtij viti, Këshilli ka miratuar udhëzimin administrativ për publikimin e vendimeve gjyqësore
përmes të cilit gjykatat publikojnë në kohë reale të gjitha vendimet gjyqësore me përjashtim të disa çështjeve penale të cilat kufizohen sipas kodit të procedurës penale. Për të ofruar gjyqësorin me publikun, janë zhvilluar aktivitete si ditët e hapura të gjyqësorit nëpër gjykatat përkatëse, po ashtu edhe organizimi i konferencës vjetore nga ana e Këshillit Gjyqësor, ditët e gjyqësorit. Në bindjen time, transparenca për dhënat efektin e vet për cilën secili prej neve ndoshta dëshironte, janë dy hapa kryesor. E para, duhet të kem dokumente të mira strategjike me veprime konkrete me objektiva të qarta. Edhe Këshilli Prokurorial këtë vet ka miratu strategjinë dhe planin e veprimit për vitin 2025-2027, për shka në këtë proces ka qenë i mbështetur fuqishëm nga zyra BE-s, për shka falenderojmë shumë. Mirë po, këto dokumente të mira strategjike nuk janë të mjaftueshme që ne t'jemi përgjegjës, t'jemi transparent dhe llogaritënës në raport me publikun. Prandaj, cili është hapi i dytë i rëndësishëm është monitorimi. Monitorimi i këtyre dokumenteve dhe veprimet të cilat i kemi parapo si institucione për të arritur objektivat që ne i kemi qitë përpara. Janë dikon 80% e kërkesa o përqasjen e dokumente publike janë për dokumente të cilat realisht do duhet të ishin publike. Do të thotë, është një përqind jashtëzakonisht e lartë dhe neve na bën me kuptu që puna jonë do të ndryshojë, objektivat tona do të ndryshojnë, sidomos në raport me publikun.